Natyrisht që jemi duke folur për një çështje jashtëzakonisht të rëndësishme që po e përcjell Kosovën veçanërisht prej vitit 1999, për është çështja e pensionistëve dhe më saktësisht shkelja flagrante e drejtave të tyre që ka ndodhur deri tash e që me propozim të qeverisë po synohet të ndodhur në të ardhmen përmes ligjit që e ka sjellë këtu. Unë ngritëm këtu shumë çështje të cilat do t'i përmend edhe unë, mirë po konsideroj që janë 3 prej tyre që janë shumë të rëndësishme për çështjen e që nuk i ka ligji natyrisht. Këto jo vetëm që janë kërkesa të pensionistëve, po janë kërkesa ose qëndrime të secilit person që e sheh këtë çështje me seriozitetin cilën e ngërthen këta. Ku natyrisht po përjashtohet qeveria, po vetë përjashtohet qeveria me ligje që po i sjell në kuvend. Pra, duhet të nisemi nga një çështje që është jashtëzakonisht parimore. Nuk mund ta diskutojmë skemën pensionale dhe politikat pensionale pa u nisur nga fakti që pensioni është e drejtë. Pra, kur të merremi vesh për këtë çështje, atëherë shumë gjëra tjera do të qartësohen. Mirë, po këtu nuk po merremi vesh me qeveri. Pra, ne po themi, edhe pensionistët po thonë, edhe gjithë bota demokratike e thotë që pensioni është e drejtë e patjetërsueshme e cila nuk lejon të shpërfillet. Ndërkohë që qeveria edhe me ligj, po edhe me sjelljet e saj të deritashme, ka treguar që kjo e konsideron pensionin si një favor, një lëmosh, të cilën u jep pensionistëve sa herë që kjo konsideron se duhet t'u jepet dhe sa herë që kjo ka nevojë që kredibiliteti publik i saj të ngritet, pra duke i përdorur kështu pensionistët si një farë mjeti përmes cilës kjo synon t'ja vazhdoj vetës jetën në pushtet. Me ligjin që ka sjellë qeveria këtu, edhe në fjalën e ministrit, i cili thotë që kaq mundemi më shumë nuk mundemi, qeveria po thotë shumë qartë që unë si qeveri nuk muj me i përfill edhe me i respektu të drejtat e qytetarëve të Kosovës. Pra nëse nismi nga parimi që pensioni është e drejtë dhe qeveria po thotë që nuk mund të respektojë këtë drejt, atëherë qeveria po tregon që nuk është e aftë të respektojë të drejtat e qytetarëve. Dhe një qeveri që nuk është e aftë të respektojë të drejtat e qytetarëve, nuk mendoj se ka vendin, edhe nuk mendoj këtu, edhe nuk mendoj se e meriton të quhet qeveria e Kosovës. Për shkak se qeveria para së gjitha dhe mbi të gjitha duhet kujdeset për të drejtat dhe interesat e qytetarëve, cilët thirret se i përfaqëson. Kur të nisemi nga pensioni si e drejtë, atëherë shumë qartë do ta kemi që nuk është madje as në e drejtë e deputetëve e as e qeverisë që të vendosin nëse do t'u japin pensionin apo jo. Deri tash kemi pasur edhe në ligjet tjera, edhe me këtë ligj, një tendencë të qeverisë për të futur klauzola në to, me të cilat thotë që ne u japim pensione, po në momentin kur kemi vështirësi financiare, atëherë u ndalim këto pensione. Sikur pjesëtarëve të FSK-s, sikur dhe skemat sociale, tash edhe me këto me ligjin për pensionet, pra po u thuhet pensionistëve dhe të tjerëve që kanë nevojë natyrisht për parat në mënyrë për parat që jipen nga buxheti apo ndahen nga buxheti në mënyrë që të mbijetojnë, po u themi që në fakt ne kemi të drejtë sa herë që dom tu analim ato para dhe kemi të drejtë në farë mënyrë tu analim bukën e gojës. Kjo është porosia që qeveria u dërgon qytetarëve. Pra nuk e konsideron si drejtë. Po të kishte qenë drejt, atëherë natyrisht që nuk ka drejt as qeveria, as kusht tjetër të thotë këtë gjë pensionistëve. E drejta në pension, natyrisht që e sjell domosdoshmërinë e krijimit të një fondi pensional. Për shkak se fondi pensional do të çlironte pensionistët, jo vetëm këta aktual, por edhe të ardhmen, nga arbitrariteti i qeverisë, cila do të qoftë ajo. Kur ka fond pensional, atëherë qeveria nuk e ka mundësinë që të vendosë nëse do të ndajë pensione apo jo qytetarëve pensionist të Republikës së Kosovës. Pra fondi pensional përfundimisht i ndan pensionistët nga arbitrariteti i qeverisë dhe nga kjo perceptim i qeverisë që po u bën favor dhe po u jep lëmosh këtyre pensionistëve. Po ashtu fondi pensional, i cili do të financohej nga kontributet që do të paguhen qytetarët e Kosovës, ajo pjesa aktive e qytetarëve të Kosovës, të cilët janë të punësuar, të cilët do të punësoheshin, do të shërbente edhe si mekanizëm solidariteti, që është shumë i rëndësishëm jo vetëm shoqërinë tonë, por në secilën shoqëri që do të vazhdojë të jetojë si shoqëri. Por nuk ka shoqëri pa solidaritet. Dhe solidariteti, në këtë rast mes gjeneratave, qenë se po flasim për pensionistët, është i domosdoshëm për kohezionin social. Dhe qeveria, edhe cili do institucion publik i Kosovës, do duhej që çështje primare ta konsideronte kohezionin social. Ndërkohë që kjo qeverie jona, jo vetëm që nuk e konsideron këtë çështje primare, po e sulmon solidaritetin me secilin mjet që kjo e ka në dorë. Pra fondi pensional do të garantonte të drejtën pensionistëve
dhe është e drejtë e pensionistëve që statusi i tyre, dhe kjo është çështja e tretë për të cilën dua të flas, statusi i pensionistit të jetë i garantuar me ligj. Pra që statusi i pensionistit të jetë i mbrojtur me ligj dhe që askush mos ketë të drejtë e as mundësi që ta ndryshojë, modifikojë, madje edhe luftojë atë siç po ndodh aktualisht. Kjo çështja e pensionistëve, e thash edhe më herët, nuk është çështje që ka lindur dje, është një çështje që po na përcjell prej vitit 1999 tutje. Dhe duhet ta kemi parasysh një gjë. Në ligjin e parë për pensionet që është miratuar nga Kuvendi atëherë i Institut i Përkohshëm i Veçqeverisjes në vitin 2001, mos gabofsha, e ka bërë ose e ka instaluar padrejtësinë fillestare në këtë çështje në Kosovën e pas luftës. Për shkak se është bërë një ndarje e padrejtë ndaj atyre që atëherë ishin në pension dhe atyre të tjerëve të cilët priteshin ose do të dilnin në pension në vitet në vazhdim. Pse është bërë kështu? Për shkak se ajo që është quajtur si reformë pensionale, në fakt nuk ka qenë reformë fare, por ka qenë instalim i një sistemi të ri pensional ku është përfillur tërësisht e drejta e pensionistëve. Dhe ky avaz që e konsideron pensionin si një farë lëmoshe që jep qeveria e jo si e drejtë, ka nisur që atëherë në kohën e UNMIK-ut me ligjin e parë për pensionet, kur edhe është themeluar trusti i kursimeve pensionale të Kosovës. Pra ajo që në zhargonin profesionist quhet borxhi implicit publik, pra borxh që qeveria, shoqëria në përgjithësi, shteti ja ka pensionistëve për shkak të punës së tyre edhe kontributit të tyre, këtu nuk është marrë parasysh fare në Kosovë. Dhe që prej atëherë ende nuk merret parasysh. Pra nuk kemi ne një qeveri, edhe nuk kemi pasur, edhe nuk e kemi këtë aktualin, e cila po synon që ta përmirësoj këtë padrejtësi fillestare që është bërë në kohën e UNMIK-ut ndaj pensionistëve, ndërkohë që po kërkohen nga pensionistët që për një rritje sa do të madhe apo të vogël jetë ajo, ta pranojnë padrejtësinë dhe ta legjitimojnë padrejtësinë e cila është bërë ndaj tyre, po që të mos keq kuptohemi, është padrejtësi ndaj gjithë qytetarëve, për shkak se të gjithë qytetarët e Kosovës një ditë do të bëhen pensionistë, pra do të dalin në pension. Këtu natyrisht që përjashtohen deputet edhe qeveria e Kosovës, për shkak se edhe në legislaturat e kaluara e kemi parë një zell të pakundshëm të deputetëve që për sa i përket vetës t'ia përmirësojnë situatën dhe të marrin masa të mbrojtjes me ligj në mënyrë që mos të vinë në pozitën në cilën janë pensionistët sot. Dhe ne konsiderojmë që e kemi për detyrë si kuvend që kësaj çështje t'ia japim përgjigjen e duhur. E përgjigjja e duhur është që ta bëjmë pensionin të drejtë, ta bëjmë statusin e pensionistit të mbrojtur me ligj dhe këtë mbrojtje edhe këtë të drejtë ta realizojmë përmes fondit pensional i cili është i ndarë nga arbitrariteti i qeverisë dhe i cili e garanton solidaritetin shoqëror. Prandaj, nëse këtu na thuhet sot, siç na është thënë edhe dje, që më mirë ta kemi një ligj të keq sesa mos kemi ligj fare, ne u themi edhe pensionistët u kanë thënë që jo, kjo çështje nuk rregullohet me çfarëdo ligji. Është vetëm një mënyrë për ta rregulluar këtë në mënyrë të drejtë dhe ajo është ato që të krijimi ose realizimi i kërkesave që i kanë edhe pensionistët dhe realizimi i të drejtave universale për sa i përket çështjes së pensioneve dhe për sa i përket kujdesit që shoqëria ka për këtë moshë ose këtë pjesë të shoqërisë. Faleminderit.